Sekretari i Qeverisë së Guinesë Bissau, Victor Saud Mario, arrin nesër përgjigje zyrtare në Sorën Historik me pjesën e kryetarës së Këshillit Ekzekutiv Federativ Neokatalonez. Gjatë ditës, mysafirin nga ky vend mik i Afrikës do të zhvillojë bisedime me mikëshëritsen kryetaren e Këshillit Ekzekutiv Federativ. Bisedimet jugoslavo-gvineiane pritet të përfshijnë shqyrtimin e marrëdhënieve bilaterale, të bashkëpunimit dhe shpërndimin e gjerë të mendimeve për çështjet më aktuale nga jeta ndërkombëtare. Vëmendje e posaçme do t'i kushtohet aktivitetit të tashëm të vendeve të painkuadruara në përgatitjen e samitit të shtatë. Sekretari Federativ i Punët e Jashtme Lazar Mojsov u kthye sot nga Managua në Beograd. Sekretari Federativ kryesoi atë delegacion në Jugosllavë në sesionin e Biros Koordinuese të vendeve të painkuadruara që u kushtua problemeve të Amerikës Latine. Lazar Mojsov mjaft pozitivisht vlerësoi rrjedhën e kësaj mbledhjeje, sidomos deklaratën nga Managua, në të cilën u shprehën të gjitha çështjet akute të kontinentit të gjelbër. Ai theksoi se në këtë sesion u bë fjalë edhe për samitin e ardhshëm të shtatë të vendeve të painkuadruara që do të mbahet në Delhi. Me të arritur në Beograd, Mojsovi dha një deklaratë. Gjatë takimit të sotëm ndërmjet sekretarit përgjithshëm të Komitetit Qendror të Partisë Komuniste të Kinës Suja Obang dhe të delegacionit të Qeverisë së Shqipërisë me kryetarin e Qeverisë Raziale de Shqipëri, Udhëheqësi organizatës për qërimin e Palestinës Yasser Arafat arriti sot në Damask dhe të kryesoi mbledhjen e përbashkët të Komitetit Ekzekutiv të Organizatës për qërimin e Palestinës dhe të Kryesisë së Këshillit Kombëtar Palestinës. Në këtë mbledhje do të caktohet rendi i ditës për mbledhjen e Këshillit Kombëtar, që do të mbahet në 14 shkurt martesi. Ministri Sovjetik i Kombëtarëve Andrei Gromyko arriti sot pazitën në Bonn, që do të ndrojë 3 ditë, me qëra të zhvillojë bisedime lidhur me marrëdhëniet bilaterale dhe sigurinë ndërkombëtare. Moti nesër. Nesër mbi Kosovë do të ketë motë vranësire mesatare, kurse në listë kalore do të bjerë. Era do të krye lehtë që deri mesatare veri për mënyrë. Temperatura mëngjesit do të cilët prej -4 deri në 0, kurse në lart e ditës prej 0 deri 4 gradë Celsius. Lajmet e fundit. Me këto lajme gjitha po i dëgjuar të mbyllim programin për ditën e sotme.